Dua të dëshmoj për të përlëvduar Zotin tim të enjten. Unë kisha dëshirë në zjarë për të ardhur në Kish, sepse kjo është gjithmonë një lumturi për mua. Dhe që në mëngjes armiku filloi të vendoste shumë pengesa në rrugën time, teksa ishim në rrugë me bashortën time dhe po jepni makinës, na erdhi përballë një motor dhe që të shpëtoja nga motori dhe shu përplasa me një makinë ngjyrë të zezë dhe kjo u friksuam shumë. Ne arritëm të vazhdonim rrugën tonë dhe arritëm në shtëpi që të përgatiteshim për të ardhur në Kish. Kur unë po mundohesha të mbyllja derën dhe u rrëzova sepse ishin nuk arria dot, do të thonë shita me këpucët e mia dhe unë sot nuk do mund të isha këtu, por unë arrita, mjekët më thoni që duhet kisha vdekur, por unë dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit se si unë jam mirë, se si fakti që koka ime nuk pësoj goditje dhe ashtu si tregon video do më kishte ndodhur diçka shumë e rëndë. Bashortja ime më tha që le të shkojmë te spitali, por unë jo, doja të vija në Kish, erdha në Kish dhe pse kisha dhimbje. Dhe gjë më e bukur se pash motrën e Rakel dhe vllajën Carlos Alberto që po hynin dhe Zoti më tha që nëpërmjet instrumenteve të tij dhe instrumenteve të tij do të më bekonte. Dhe armiku nuk donte që unë të vija atë të enjte këtu, që vllai ishte këtu në kishën tonë. Dhe kur dola i ka tek mjeku mbeti i habitur teksa shite videon dhe mënyrën se si unë u rrëzova, por ishte e paparë sepse unë nuk mund të ecja, më prekur shtyllën kurrizore, qafën dhe ishte një dhimbje shumë e fortë, sikur të ishte një neurizëm. Më bën më shumë se 20 radiografi dhe të gjitha dolën normale, nuk isha asnjë krisje, por dje kisha shumë dhimbje dhe nuk arrija dot të ecja dhe unë thoja o Zot, unë jam këtu i shtrirë dhe unë dje nuk arrita do të lexoj shkrimet e shenjta, unë sot do të çohem dhe do të lexoj shkrimet e shenjta. Dua të lexoj shkrimet e shenjta. Dhe isha në librin e 2 të Kronikave, kur aty tregon madhështinë e Salomonit, dhe unë thoja o Zot, ti vetë më thua tek Shën Mateu që një më i madh se Jonasi ishte aty dhe një më i madh se Salomoni ishte aty. Dhe vetë Jezu Krishti, ashtu siç predikon motra Maria Luiza, është ai që është këtu me ne. Unë thoj o Zot, sa e bukur është madhështia jote. Lexova fjalët e shenjta dhe kur mbarova nuk ndjeja asnjë dhimbje. Kisha një forcë në trupin tim, nuk kisha asnjë dhimbje, nuk kisha asgjë. Dhe i thoj bashortës time, jam duke u hedhur, shihe, nuk kam asgjë. Dhe sot jam këtu, sikur të mos më kishte ndodhur asgjë. Dhe është kjo mënyra se si Zoti përlëvdohet dhe përlëvdon madhështinë që gjendet në fjalët e tij. Duam të dëshmojmë për t'i dhënë lavdin dhe nderin Perëndis ton. Zoti në profetësin e të shenjtë na premtonte ardhjen e asaj qenie që aq shumë e dëshironim dhe fjala e tij u përmbush me ardhje në jetë të vajzës ton. Në momentin e lindjes, vajza u diagnostifikua me sindromën Turner, një çrregullim gjenetik. Në atë moment Zoti na foli dhe na tha se ai po e lejonte këtë situatë për të shfaqur dhe që kjo të ishte dëshmi për kishën dhe për familjet tona. Vajza jon tani është 1 vjeç dhe që nga lindja u diagnostifikua gjithashtu me koarktim të aortës, një defekt i venës së zemrës. Në atë moment ne u trishtuam shumë, por Zoti na tha se nuk do të na mungonte asgjë, të mos shqetësoheshim për këtë. Vajza u përkeqësua, e çuam në urgjencë dhe atje i bën një ekografi të zemrës. Në ekografi mund të shihej qartë koarktimi, i cili me kalimin e kohës e bënte gjithnjë e më të vogël, gradientin dhe qarkullimi i gjakut nuk ishte i mirë. E dërguan në një qendër të specializuar në Bogota, kryeqytetin e Kolumbisë. Atje sapo arritëm e konfirmuan përsëri se kishte një koarktim të zemrës me anë të një ekografie tjetër. Na thanë se vajzës duhet i bëhej një ndërhyrje e hapur në zemër ose duhej t'i vendosej një katetër në zemër. Megjithatë, kjo do të shqyrtohej nga një komision mjekësh kardiolog dhe do t'i bëhej një ekzaminim i plot i venës së aortës.
Anestezisti na tha se për shkak të sindromës që kishte, një nga karakteristikat e sindromës ndoshta do të bënte që intubimi të ishte shumë i vështirë, por intubimi shkoi shumë mirë. Kur na dhanë rezultatin ishte një surprizë e madhe sepse Zoti bëri një mrekulli në vajzën tonë dhe vena ishte perfekte. Kardiologu na tha se vajza kishte një venë të re, një zemër perfekte dhe nuk kishte më nevojë për asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Kjo gjë na solli shumë gëzim. Mjekët vinin dhe shikonin dhe thoshin se kjo ishte një mrekulli dhe se ishte diçka që ndodhte vetëm në atë spital, por ne e dinim se ishte lavdia dhe nderi i Perëndis tonë. Kur shkuam në spital, në u tha se do të duhej të paguanim për të gjitha procedurat mjekësore të vajzës, por kur përfunduam të gjithë procesin administrativ të dokumenteve, të gjitha faturat pam se ishin zeruar. Zoti pagoi të gjitha procedurat mjekësore të vajzës. Të gjitha këto i dëshmoj për lavdi dhe nder të Perëndis tonë.